Mesnata ka një mënyrë të çuditshme për t'i zbuluar njerëzit. Kur zhurmat pushojnë, kur ritmi i ditës bie dhe trupat lodhen, atëherë dalin në pa gjërat që nuk shfaqen në dritë të plotë. Pikërisht në atë orë, Alba rënkonte lehtë. Jo për dramë, jo për vëmendje, por sepse trupi i saj ishte i lodhur, i sëmur, i pambrojtur. Sëmundja është një nga ato gjendje që na kthen në thelb. Na zhvesh nga rolet, nga forca e shtirur, nga qëndrimet. Kur je keq, nuk kërkon fjalë të mëdha. Kërkon prani. Dhe Limi ishte aty, jo si hero, jo si shpëtimtar, por si njeri, ai ju afrua me atë lloj kujdesi që nuk ka nevojë për zë të lartë. Me gjeste të thjeshta. Me një vëmendje që nuk kërkon duar trokitje. Në atë moment, rolet ndryshuan natyrshëm. Ai mori mbi vete një përgjegjësi të vogël, por domethënëse, të qetësonte dikë që nuk ndihej mirë, dhe këtu lind metafora e doktorit, jo doktor në kuptimin profesional, por doktor i asaj lloj shërimi që nuk gjendet në receta. Doktor i ngrohtësisë, i durimit, i humorit që vjen për të thyer ankthin. Sepse ndonjëherë shërimi fillon nga ndjesia se nuk je vetëm. Alba nuk kishte nevojë për fjalime. Kishte nevojë për siguri. Dhe Limi, me atë stilin e tij të lirë, pak ironik, pak të drejtë për drejtë, e gjeti mënyrën ta kthente një moment të vështirë në diçka më të lehtë për t'u përballuar. Një shaka e vogël. Një rol i improvizuar. Doktori që nuk merr veten shumë seriozisht, por e merr seriozisht njeriun përballë. Në këtë ese, nuk ka rëndësi çfarë u bë fizikisht. Rëndësi ka çfarë u ndje. Sepse kujdesi i vërtet nuk matet me veprime, por me qëllim. Me faktin që dikush ndalon ritmin e vet për t'ju përshtatur tjetrit. Që dikush zgjedh të qëndrojë edhe kur situata nuk është romantike, as e bukur, as e lehtë, dhe pikërisht këtu lind ironia e bukur e Limit kur thotë, jam doktori më i mirë i femrave. Nuk është mburje klasike. Është ajo lloj humori që fshen një të vërtet më të thjeshtë. Ai di të jetë i pranishëm. Ai di të lexojë situatën. Ai di që ndonjëherë shërimi vjen nga të bërit dikë të ndihet i parë, i dëgjuar, i mbajtur mendërisht. Në shoqërinë tonë flasim shumë për pasionin, për puthjet, për momentet e zjarrta. Por flasim pak për netët kur dikush është keq, kur energjia bie, kur trupi dorëzohet. Pikërisht aty testohet afërsia e vërtetë. Sepse është e lehtë të jesh pranë dikujt kur gjithçka shkon mirë. Është më e vështirë kur dikush rënkon në mesnatë. Kjo mbrëmje nuk ishte për t'u bërë legjendë. Ishte për t'u mbajtur mend. Si një nga ato çaste që nuk i sheh kush, por që ndërtojnë diçka reale mes dy njerëzve. Një natë kur rolet u thjeshtuan, njëra ishte e sëmur. Tjetri ishte aty, dhe ndoshta ky është shërimi më i mirë. Jo ai që e largon dhimbjen menjëherë, por ai që e bën të përballueshme. Ai që të kujton se, edhe në dobësi, nuk je vetëm. Në fund, doktorët më të mirë nuk janë ata që dinë gjithçka. Janë ata që qëndrojnë. Që e kuptojnë se ndonjëherë dashuria nuk ka nevojë për emër. Ka nevojë për prani, dhe ajo mesnatë, me gjithë thjeshtësinë e saj, mbeti si një provë e vogël se kujdesi, kur është i sinqert, shëron më shumë se çdo gjë tjetër.